shembulli i Hababit radiallahu anhu, Habab ibn al-Arat. Transmetohet nga Shabiu rahimahullah. Shabiu është prej dietarëve të mëdhenj të tabiinëve, do të thonë gjeneratave pas sahabëve, ata që vinin pas shokëve të pejgamberit alayhis salam. Thot Shabiu, erdhi Hababi tek Omeri radiallahu anhu, në mexhlisin apo në atë zyrën e Omerit radiallahu anhu, prej ku i udhëheqte çështjet e shtetit, sepse ai ishte emirul mu'minin apo udhëheqës i besimtarëve. Omeri radiallahu anhu sikur dëshironte që t'ju tregoj atyre që ishin prezent vlerën e Hababit, sepse rasti i Bilalit është i njohur. Mirë po rasti i Hababit është i ngjajshëm me Bilalit radiallahu anhu, mirë po është pak më pak i njohur, sepse Hababi nuk pat mundësi që të bëhet muezini pejgamberit alayhis salam dhe ka qenë pak më pak i njohur, do me thonë rasti i tij. Omeri radiallahu anhu sikur e ndjente këtë. Andaj në fillim i tha Hababit, i tha ulu te karikja ime. Më thonë i bani nder, të ulet te karikja e tij. Mas andaj i tha ndal. Stop, ndalu. I tha në këtë karike nuk ka drejt ulet vetëm se një njeri. E ai është Bilali radiallahu anhu. Si kur don me këtë Omeri që ta nxisa të fol, ta tregoj do më thonë historinë e vet, sepse njerë ja ofroi kariken, pastaj i tha ndalu dhe ja përmendi Bilalin. Atëherë Hababi i tha Omerit radiallahu anhu dhe në prezencë ishin disa njerëz tjerë, sepse ky rast na u transmetu neve, ka rit tek ne. Atëherë Hababi i tha Omerit radiallahu anhu, tha, o Omer, a mendon se Bilali është më i rëndësishëm se una? Dhe kjo nuk është mendje madhësi prej Hababit, po është nxitje për muslimanët e tjerë. Vallai thot ti e ke pa kur më zhveshën mua dhe ndezën zjarin për të më dënuar. Ti e ke pa me sytë e tu dhe më munduan me zjar. Më thonë e kanë dënu me zjar, ja kanë djeg një pjesë trupit, a e kanë shti pak në zjar, pastaj e kanë nxjerr, e kanë shti prapë e kanë nxjerr. Allah alem çfarë forme. Thot më munduan me zjar. E pasaj thot qashtu me shpinën e djegur më shtrin për toke dhe më shkelen me këmbë mbi gjoks. A nuk e din ti këtë rast të Omera? Ja përkujtoj do më thonë Hababi radiallahu anhu. Kjo është pra një shembull tjetër, i cili mbet gjallë nga këto tortura dhe nuk u lëkund nga feja Allahut subhanahu wa taala, po qëndroi besnik në atë të cilën e kishte thonë dhe në dëshmin e Islamit.